Duaja është një ndër ibadetet më të rëndësishme me të cilët adhurohet Allahu i lartësuar. Siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-duau huwa al-ibada." Më thon ka thënë Muhamedi alayhi salam, ibadet është duaja. Duaja është ibadeti faktikisht. Sikurse e ka përmbledh krejt ibadetin me dua, për shkak të specifikës që e ka ibadeti i duas, sepse ndërlidhet pra ibadeti i duas me gjitha ibadetet tjera. Ndërlidhet me gjitha ibadetet tjera. Për këtë shkak edhe Muhamedi alayhis salam ka thonë ad-duau huwa al-ibada, apo duaja është adhurimi. Dhe në një transmetim tjetër qëndron ad-duau mukhul ibada, duaja është palca e adhurimit. Pra duaja është esenca e çdo adhurimi. Dhe siç do të kemi rastin inshallah gjatë fjalimit ta sqarojmë edhe më tepër këtë. Andaj Allahu i lartësuar i ka urdhëruar robërit e tij, siç përmendet pra në Kur'anin famlart, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Pra ka ardhur kjo në formë urdhërore, urdhër për Allahu subhanahu wa taala që ta lutim atë dhe të bëjmë dua tek ai për çdo nevojë. Pasi që realiteti jon si krijesa njerëzore në këtë botë është se kemi mangësi. Po ashtu realiteti joni është se kemi nevoja, kemi kërkesa. Për të vazhduar jetën si duhet këtë botë, kemi kërkesa. Po ashtu realiteti jonë është se kemi telashe, kemi probleme. Dhe në gjitha këto rrethana duhet që të lidhemi me një fuqi superiore e cila na ndihmon dhe është Allahu i lartësuar. Sepse përndryshe të krijesat nëse kërkon diçka prej ndonjë krijese, ata hidhrohen. Nëse nuk hidhrohen, spaku nuk ju bëhet qefi, si me ardhë rënd, do me thonë nëse kërkon ndonjë qoftë të ta kryejë ndonjë punë, qoftë ndonjë të mirë materiale, qoftë kështu me radhë, do me thonë i vjen rënd krijesave. Pse? Sepse janë të dashuruar pas kësaj bote. Ndërsa tek Allahu subhanahu wa taala është e kundërta. Siç thot pejgamberi alayhis salam, Allahu hidhrohet me atë që nuk e lutat. Do thonë nëse nuk kërkon për Allahut, hidhrohet. E jo siç janë krijesat të cilat nëse kërkon hidhrohen. Pra duhet që ta lutim Allahun subhanahu wa taala. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam në një hadith thot, Inna rabbakum tabaraka wa taala, me të vërtet Zoti juaj i lartësuar, hayyun karim, është i turpshëm dhe bujar. Yastahyi min 'abdihi idha rafa yadahu ilayhi an yaruddahuma sifra. Sa që thot turprohet nga robi i tij kur i ngrit duart lart për të bërë dua, Allahu turprohet që t'ja kthej duar bosh.